Një vale pazakonte të nxehtë ka goditur këtë javë Europën, në disa vende ku temperaturat në maj ende nuk kanë arritur numrat të larta të cilat janë tipike për sezonin veror, termometri shënoi 35 gradë Celsius. Ky fund maj i nxehtë ka sjell probleme shëndetësore tek shumë shtetas europian, por janë shënuar edhe viktimat e para. Në Francë, ku një burr humbi jetën gjatë një gare në Paris. Edhe Anglia regjistroi viktimat e para të këtij sezoni të nxehtë, ku një burr humbi jetën në një plazh të mbushur plotë për plot me njerëz, dhe ku fatkeqësisht edhe një 15 vjeçar u mbyt duke notuar në liçen në ditën më të nxehtë të këtij maji. Sipas meteorologëve, kjo vale papritur e të nxehtit është rreth 12 gradë më lart se sa mesatera sezonale. Temperaturat sipas parashikimeve pritet të arrijnë edhe deri në 38 gradë Celsius gjatë muajve të verës. Shumë autoritete kanë bërë thirrje për kujdes dhe kanë lëshuar paralajmërime për persona të cilat kanë probleme me shëndetin dhe në veçanti të moshuarit. Në fundjavën që lan pas u regjistrua dita më e nxehtë e majit për Britaninë, e cila nuk kishte ndodhur më parë në gati 80 vite. Temperaturat të larta u regjistruan edhe në vende të tjera të Europës, si Gjermani, Itali dhe rajonin e Ballkanit, ku temperaturat shënuan 30 gradë Celsius. Fenomenet të temperaturave të larta përpara sezonit veror janë bërë shumë më të shpeshta vitet e fundit. Ekspertët paralajmërojnë se këto temperatura vijnë nga dyshime klimatike dhe këto valëzëtësie do të bëhen edhe më të shpeshta në vitet që do të vinë.